dyshimi yni menjëhershëm, kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualve, 23 sosh, të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën dhunshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovic. Ne nuk mund ta konfirmojmë që bëhet fjalë për ta, por ky ka qenë dyshimi ynë i menjëhershëm. Sidoqoftë duhet t'i presim organet tona që të na tregojnë se për çfarë bëhet fjalë atje, por duket që kemi një varrezë masive në fshatin Kalludër të Zubin Potokut, që është një komunë në veri të Ibrit, që ka qenë zone pa shqyrtuar më herët, pra bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve përkitazi me zbardhjen e fatit të pagjeturve.